Në këtë video do të tregoj se si mund të lidhim në mënyrë të shpejtë një pajisje GPS në makinën tonë, duke përdorur një lidhje shumë shpejt direkt tek bateria. Për këtë do të na duhet GPS-i, fija lidhëse, një kapse për ta kapur diku dhe çelësa kriket sipas masisë vidës. Në këtë makinë që unë po e montoj është një Mercedes W203, por mund të bëhet në çdo lloj makine. GPS-i në fjalë përveç monitorimit vendotjes mundson edhe fikjen e makinës në distancë, por në këtë video unë do bëj vetëm lidhjen për të bërë monitorimin me GPS, shpejtësinë, vendodhjen e tjera, jo fikjen në distancë. Gati. Ky GPS që unë po tregoj vjen GPS-i bashkë me relën që është edhe me kartë SIM dhe fijen që bën lidhjen. Tani do vazhdojmë me montimin e tij. Së fillim i kam vendosur ca kapse që të lidhja të jetë sa më fort. Këto mund t'i gjeni në çdo lloj dyqani veglash pune materiale elektrike. Për të bërë lidhjen duhet të lidhim fijen e kuqe me polin pozitiv të baterisë dhe fijen e zezë me polin negativ që është këtu, ose mund ta lidhim direkt tek poli negativ i baterisë. Në këtë 203 na duhet një çelës numër 10. Që shikoni. Më pas vendosim pelin e kuq, i cili ka edhe vetë siguresat brenda. Ne vazhdojmë me heqjen e vidës që të vendosim polin negativ, që të bilet qarku. Lirojmë edhe polin negativ. Kemi kujdes mos na bien vidat në tokë. Na humbin. Marrim këtë fijen. E vendosim këtu. Dhe e mërthejmë prapë. Sa më shumë tash të ngremë aq më mirë është. Tani do vazhdojmë me vendosjen e kartës SIM dhe konfigurimin. E hapim. Bashkë marrim një këshavicë si kjo. Ky është GPS-i. Tu brenda ka dhe relën. Këtu tani do vendosim kartën SIM. Ky është kapaku. Unë i kam vendosur një kartë SIM One. Por mund të vendoset çdo lloj karte Vodafone. Nuk ka problem. Mbyllim mirë kapakun. Okej. Tani bëjmë lidhjen. Këtu. Kjo duhet. Tani do lidhim GPS-in me këtë pjesën e fijeve. Ka pak forcë kjo. Allah, pa. Ja u lidh. Hapim manualin që të gjejmë si bëhet konfigurimi. Atëherë, si fillim duhet shkarkuar ky aplikacioni Secure More Plus, që ndodhet në App Store ose Google Play. Ja e shohim, ta provojmë. Njëherë, shkarkojmë. E shkarkuam. Tani për të futur në aplikacion përdoret email dhe passwordi 1 2 3 4 5 6 që mund të ndrohet më vonë. Email ndodhet këtu. Ky kodi këtu.
është email, që unë po e fsheh. Ja provojmë të logohem. Ja u futëm dhe në aplikacion, këtu është vendodhja e makinës që është gabim, sepse duhet bëjmë dhe një hap tjetër. Po ta shohësh, jemi në mes të oqeanit, nuk jemi tek lokacioni i duhur. Duhet dërgoj një SMS që të aktivizohet GPS. Ja provojmë të dërgojmë, po t'rregoj dhe juve. Atëherë duhet të dërgojmë një SMS tek numri që ndodhet brenda këtu në pajisje me këtë tekst. APN, presje emrin APN-s dhe në fund vetëm thurje. Në rastin tonë do ta bëjmë APN presje internet _1 thurje. Nëse numri është Vodafone, bëjmë APN presje Vodafone web thurje pa hapësira. Ja provojmë. Dërgojmë këtë mesazh APN presje internet _1 thurje. Nëse është numër Vodafone, bëjmë Vodafone web thurje. Bëjmë dërgo. Presim të na vijë një mesazh pas. Vjen teksti APN OK, do të thotë që konfigurimi është bërë sakt. Duhet që numri të mos ketë kod PIN kur të vendoset në GPS, dhe të ketë pak internet dhe SMS që të bëj konfigurim. Kaq, mjafton. Ja hapim prapë aplikacionin, siç e shihni këtu është vendodhja e makinës e saktë tani. Kemi edhe opsione të tjera për kilometrat, geofence dhe shumë opsione të tjera që ka ky GPS. Që GPS-it mos tranzitet gjatë lëvizjes dhe mos ketë probleme me telat, i vendosim një kapse. Mbajtë statike, ja tani nuk lëviz. Dhe me kaq mbarua. Dhe në fund montojmë prapë kutinë e filtrit. Kjo është mënyra më e thjeshtë dhe më shpejtë e montimit të GPS-it, me vetëm funksionalitetet e limituara për kapjen e vendodhjes, shpejtësisë, historikun e lëvizjes. Për ta montuar në mënyrë profesionale, faktikisht ajo duhet të vendoset tek diku në një nga portat boshe të kutisë së siguresave, ku ka rrymë gjatë gjithë kohës edhe kur makina është e fikur. Për ta lidhur në mënyrë profesionale ose të fshehtë ose hardwiring, siç e thon në anglisht, ne duhet të shkojmë tek kutia e siguresave dhe të gjejmë një portë boshe që ka rrymë gjatë gjithë kohës. Po për këtë na duhet patjetër një multimetër i thjeshtë rrymë dhe bëjmë këtë lloj testi. Vendosim të zezën ose negativin tek një pjesë metalike e makinës, në këtë rast unë po vendosim këtu. Dhe testojmë me radhë të gjitha portat boshe. Provojmë. Unë parën. Kjo ka. Në këtë makinë, kjo portë është bosh dhe ka rrymë edhe kur makina është e fikur, që në këtë rast tregon 12.6 volt. Ja kontrollojmë edhe për portat tjera. Ja. Ja. Shkojmë prapë tek porta jonë. Pra një krah i portës do të tregoj 12.5, 12.6, tjetra do të tregoj 0. Ok, në këtë rast ne do të përdornim këtë portën këtu për të instaluar GPS-in pjesën e marrjes së rrymës. Po për këtë nuk e bëjmë dot se na duhet një siguresë pas afat për këtë lloj lidhje, që unë nuk e kam për momentin. Pas vendosim telin pozitiv këtu dhe vendosim negativin tek tjetër që të mbyllet qarku. Kaq.